Ka përfunduar pjesa e parë e sfidës Vora Vllaznia, rezultati i bardhë 0-0. Në pushim të ndeshjes kam këtu pranë kryetarin e Bashkisë së Vorës, Blerim Shera, është një herë zgjedhur një super tifoz i Vorës dhe kamerika kryesore e ngritjes së Vorës në këtë nivele është pikërisht e njësht të Bashkisë së Vorës, Shera. Jemi drejt për së drejti me portalin Veriu Sport, pikërisht në pushim të ndeshjes. Një barazim pa gola pjesa parë, i kënaqur? Është ndeshje e luftuar nga dy ekipet, rastet nuk kanë munguar. Është më çojmë, është pjesa e dytë që do vendosi, do japi vendimin se si do dalë kjo ndeshje. Një pjesë e parë që në fakt Vora luajti performoi mirë, pati edhe raste për të shënuar. Tash ne kemi ardhur patjetër në çdo ndeshje hyet, çdo ekip bën analizën e vet dhe patjetër hyn për fitore. Kështu që besoj ekipi është përgatitur, stafi, presidenca dhe çdo gjë mund t'ia lëmë fushës. Futbolli ka të treja rezultate, kështu që nuk e dim. Përgjithësisht së vërtetës ekipi juaj ndonë debutuese në superiore, po bën mjaft mirë, një ekip simpatik që ka marrë vlerësimet edhe specialistëve të futbollit. Duke që Vora nuk është për mbijetesë, siç janë zakonisht skuadrat që vijnë nga superiore, nga kategoria e parë, por kërkon mesin e hartë, se jo edhe me lart. Patjetër që objektivet, synimet ekipi presidenca ka bërë qarta që fillim. Ne kemi vlerësuar ndeshje pas ndeshje, domethënë është bërë çdo gjë ndeshje pas ndeshje dhe patjetër që çdo ekip fillimisht lufton për çdo fitore, pastaj janë rezultatet ato që përcaktojnë gjithçka. Një kryetar bashkie që ndjek skuadrën edhe jashtë rrethit, deri sot në Loro Borisic ka tregon edhe për kushtimin tuaj ndaj skuadrës së Vorës. Është diçka që ne që fillim kemi investuar në infrastrukturë fillimisht statikisht në qytetin tonë. Jemi drejt përfundimit të tribunës kryesore të stadiumit dhe kemi edhe një fushë stërvitore kur rreth 300 fëmijë stërviten çdo ditë. Është investuar edhe në akademitë që më vonë të jenë në ekipin e parë. Por qëllimi im sot praktikisht është këtu sepse para 2 ditësh ne kemi humbur një djalë, një tifoz, praktikisht ishte mbështetësi kryesor i këtij ekipi dhe jo pa qëllim është e banderore atje sot që i dedikohet nga kjo tifozëri që e ndjek gjithmonë. Arben Zela humbi jetën dhe gjithë mbështetja tifozërie dhe gjithë ekipi sot, edhe bluzët e zeza jo pa qëllim ja vendosur të tilla, është për të thënë që ai është këtu me ne sot. As për tepër se sipas informacionit ishte edhe një i afërt e familjes tuaj. Edhe është një humbje e madhe për gjithë familjen, për gjithë miq, për gjithë shokët, për çdo që ndiqte, që rrinte me të dhe po e ndjen që sot mungesën e tij. Duke kthyer tek ndeshja dhe pak çase më vonë nis pjesa e dytë, si shikoni pjesa e dytë? Keni besim te skuadra juaj apo? Patjetër. Mund të ketë dëshim rezultatin. Nuk e asnjëherë nuk është vetëm futbolli është e paparashikueshëm. Kushdo që bën analizë sa do bëj këtë nuk del asnjëherë. Këto punë i din lojtarët, i din trajnerët me skemat. Ne këtu jemi vetëm për të mbështetur ekipin me gjitha rezultatet. Kështu që besoj unë uroj që ekipi jon Vora fitoj, por fitoj më i miri, ai që luan vërtet në fushë. Dhe me sa kam parë Shkodra edhe ekipet që luajnë aty i drejtorket, kështu që besoj jemi në ambient mikpritës dhe fitojmë më i miri. Në fakt kjo ndeshje duhet të zhvillohej në stadiumin tur të Vorës, por duke qenë se akoma nuk është gati. Jemi drejt përfundimit. Një kuptim mes dy klubeve dhe FSHF zhvillohet kjo ndeshje. Kjo tregon një mirë kuptim, një fair play mes dy klubeve. Patjetër dhe besoj që së shpejti ne presim që gjitha ndeshjet të zhvillohen aty ku i takon qytetit, në stadiumin tonë. Thash më herët, Vora nuk duket se është për mbijetesë. Objektivi parësor sipas jush i Vorës në këtë sezon. Objektivi jonë është tash të shikojmë ndeshje pas ndeshje. Kjo është objektivi jam. Të vlerësojmë ndeshje pas ndeshje. Shumë faleminderit dhe juve. Kënaqësi. Shera pikërisht njëshin e Bashkisë së Vorës shumë pasionant për sportin e futbollit, për gjitha sportet, ka tregon se skuadra e Vorës është në nivele kaq larta, por edhe infrastruktura, stadiumi i Vorës është gati për janarin e ardhshëm, aty ku Vllaznia do të luajë 2 ndeshje në fazën e dytë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Kënaqësi.